Zhvillimi i sektorit të turizmit vitet e fundit po kontribuon në mënyrë direkte edhe në ekonominë e vendit, kjo pasi vjet re nga zgjerimi i shërbimeve. Sipas Instat, indekset e treguesve në aktivitetin hotele, bar dhe restorante shënuan rritje në 3 mujorin e fundit të vitit 2024. Në sektorin e hotelerisë e strukturave akomoduese, indeksi shitjeve neto shënoi rritje me 7.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Shifra pozitive në këtë sektor shënuan edhe numri të punësuarve me rritje prej 8.8% krahasuar me 3 mujorin e 4 të 2023-shit, ndërsa indeksi i fondit të pagave shënoi rritje gjithashtu me 19.4%, thuhet në raportin e fundit të Instat. Sa i përket shërbimeve, bar, restorante, indekset e treguesve të aktivitetit të tyre në 3 mujorin e fundit të 2024-s, shitjet neto shënuan rritje me 12.8% krahasuar me 3 mujorin e të njëjtës periudhë të 2023-shit. Shifra pozitive rezultuan edhe për të punësuarit në këtë sektor shërbimesh me rritje prej 7.8% krahasuar me 3 mujorin e 4 të 2023-shit, ndërsa indeksi i fondit të pagave shënoi rritje me 11.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023 sipas Institutit të Statistikave. Rritje gjithashtu shënuan edhe shërbimet transport, magazinim dhe post, ku përfshihen edhe transporti hekurëdhor, detar dhe ajror i mallrave.